Në qytetin e Korçës, në ambientet e Universitetit Fanoli u zhvillua simpoziumi i tretë shkencor për liçenet e Prespës, duke rikthyer pas më shumë se 20 vitesh një traditë e rëndësishme të bashkëpunimit shkencor për mbrojtjen e një prej zonave më të vëyra natyrore në Ballkan. Aktiviteti përkon me ditën ndërkombëtare të ligatinave dhe duke mbledhur për 3 ditë studiues, ekspert dhe akademik nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Greqia, të cilët ndajnë të njëjtin shqetësim për gjendjen aktuale të liçeneve të Prespës dhe sfidat që ato po përballen për shkak të ndryshimeve klimaterike dhe presionit njerëzor. Simpoziumi kthehet pas një ndërprerje të gjatë kohore, duke ndjekur traditën e 2 konferencave të parashkencore të zhvilluara në vitin 1997, që hapën rrugën për shpalljen e Parkut Kombëtar të Prespës dhe më pas për krijimin e parkut ndërkufitar midis Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Gjatë punimeve të simpoziumit, studiuesit prezantojnë studime të detajuara mbi biodiversitetin, hidrologjinë, cilësinë e ujrave dhe ndikimin e ndryshimeve klimaterike në ekosistemin e liçeneve. Një ndër shqetësimet kryesore që u theksua nga drejtuesi i PPNE-s, Aleksandër Trajçe, është rënja drastike e nivelit të ujit në liçenin e Prespës së Madhe, një fenomen që po rrezikon ekuilibrin natyror të zonës. Atëherë, konferenca e sotme pas sa vitesh organizohet dhe kush merr pjesë? Sot është një ditë e shnuar për ne, në fakt është një ditë e shnuar për gjithë botën, se sot është dita ndërkombëtare e ligatinave, dhe ne, organizata jon, PPNE-a, mendoj që është një moment shumë i mirë për të rikthyer një traditë që ne kishim shpresuar të kthehej një traditë shumë vjeçare për të mbajtur simpoziumin e tretë shkencor për liçenet e Prespës. Ky simpozium rikthehet pas më shumë se 30 vitesh, pak më shumë se 20 vitesh. Simpoziumi i parë është mbajtur në vitin 1997, pra në vitin e largët 97, dhe ka qenë simpoziumi që më pas i hapi rrugën dhe shpalljes së Parkut Kombëtar të Prespës dhe më tej dhe Parkut ndërkufitar të Prespës midis Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, që ka qenë dhe parku i parë ndërkufitar në Ballkan. Është një zonë e cila mban flamurin e ruajtjes së natyrës në Ballkan, pasi ka patur një vëmendje të jashtëzakonshme edhe për shkak të vlerave natyrore të jashtëzakonshme që ka, po si në aspektin natyror, ashtu dhe në aspektin e bashkëpunimit ndërkufitar, pasi është një nga ekosistemet ujore në Europë, ndër të vetmet, i cili ndahet nga 3 shtete, që është sa gjë shumë e mirë, aq edhe gjë sfiduese. Pasi për të menaxhuar një zonë të tillë kaq të bukur me biodiversitet kaq të lartë, me vlera kaq të larta natyrore, natyrisht që kërkohet dhe një koordinim ndërkombëtar shumë i mirë. Në vitin 2010 u kulmua me nënshkrimin e marrëveshjes së famshme të Prespës, ku praktikisht të 3 vendet që ndajnë pellgun e Prespës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi për ruajtjen e ndërsjellë të këtij ekosistemi. Gjithashtu dhe Bashkimi Evropian është pjesë e asaj marrëveshjeje, çka ne na shton përgjegjësitë dhe detyrimin, qoftë si Shqipëri në vetvete, po qoftë edhe gjithë vendet që ndajnë basenin e Prespës, që ta ruajmë këtë trashëgimi natyrore për brezat e ardhshëm. Në këto 3 ditë, ne do kemi të mbledhur shumë studiues të përqendruar kryesisht në zonën e Prespës, studiues të cilët do na paraqesin aspekte të ndryshme, qoftë nga ana e biodiversitetit, nga ana e hidrologjisë, nga të gjitha aspektet që e përbëjnë basenin e Prespës, dhe do kemi fatin të dëgjojmë se cilat janë zhvillimet më të fundit në aspektin e kërkimeve shkencore në këtë zonë. Natyrisht që zona po përballet me sfida të shumta. Vitet e fundit, sidomos liçeni i Prespës së Madhe, po përballet me një rënje drastike të nivelit të ujit, një rënje e cila ende nuk kuptohet mirë se kush janë arsyet kryesore apo arsyet që ndërveprojnë që e kanë sjellë këtë gjendje, dhe ne shpresojmë që ky simpozium të na ndihmojë që ne të kemi një kthjellim të këtyre problematikave në mënyrë që dhe masat që do merren nesër pas nesër nga institucionet e ndryshme përgjegjëse të jenë sa më efektive. Në fokus të diskutimeve u vua edhe domosdoshmëria e bashkëpunimit ndërkufitar pasi liçenet e Prespës ndahen nga 3 shtete dhe problemet e tyre nuk mund të trajtohen në mënyrë të ndarë. Eksperti grek Yorgos Katsadorakis vlerëson organizimin e kësaj konference, duke theksuar se ajo duhet të ishte mbajtur prej vitesh për shkak të situatës shqetësuese që po kalojnë liçenet.
Yorgos Katsadorakis, I'm from Greece. Jam nga Greqia dhe punoj për shoqatën e mbrojtjes së Prespës. Konferenca shkencore është shumë interesante, sepse është diçka që duhet ta kishim bërë më herët. Tani është koha të bashkojmë shkencëtarë nga të tre shtetet që ndajnë liçenet e Prespës. Kemi probleme të përbashkëta, më pak borë, më pak reshje shiu dhe rënje të ndjeshme të nivelit të ujit për shkak të krizës klimatike. Banorët e zonës, herët avon, do të duhet të përshtaten me këto ndryshime, por ne duhet të mbrojmë vlerat natyrore dhe të harmonizojmë masat menaxhuese me jetesën e tyre. What should be done for the improvement of the situation? Arjan Mirolli, eksperti mjedisit, vlerëson se Prespa përbën një nga ekosistemet më unike në Europë dhe se ruajtja e saj ka një rëndësi strategjike jo vetëm për zonën, por edhe për ekosisteme të tjera të lidhura me të si liçeni i Ohrit. Është me shumë interes që për herë të tretë organizohet një konferencë shkencore i kushtohet kryesisht vlerave të biodiversitetit që ka rajoni i liçenit Prespës, një nga dy ekosistemet unikale në Evropë, për të cilat në vitin 2014 qeveria shqiptare e Maqedonisë së Bashku përgatitën formën e nominimit për ta shpallur rezervë ndërkufitare biosfere. Unë jam këtu në këtë konferencë jo vetëm për të treguar disa studime që ne kemi bërë në kuadrin e një bashkëpunimi me palën greke, lidhur me batimetrinë e liçenit Prespës, si dhe me një seri indikatorë që tregojnë për gjendjen e nivelit të ujrave apo të cilësisë së tyre, por njëkohësisht tregojnë çike edhe për mundësitë që ju jep këtij komuniteti që jeton në rajonin e liçenit Prespës ky status si rezervë ndërkufitare biosfere. Është me interes sepse është si thua një vend ku demonstrohet zhvillimi i qëndrueshëm nëpërmjet përdorimit të qëndrueshëm të resurseve natyrore që ka ky rajon. Mendoj se ky status duhet të mbahet pasi bën promovimin e vlerave dhe mbi të gjitha siguron një zhvillim të qëndrueshëm të rajonit përmes zhvillimit të atyre degëve të ekonomisë, të cilat janë miqësore me mjedisin, dhe mbi të gjitha mbrojtja e liçenit Prespës ka një rëndësi shumë të madhe për sa i përket cilësisë së ujrave të liçenit të Ohrit, pasi siç dihet pjesë e madhe e tyre, gati 78% e ujrave të liçenit të Ohrit furnizohen nga liçeni i Prespës. Simpoziumi shkencor i liçeneve të Prespës synon të krijojë një platformë të përbashkët bashkëpunimi mes shkencës, institucioneve dhe komunitetit lokal për të garantuar ruajtjen afatgjatë të një zone me vlera të jashtëzakonshme natyrore dhe një zhvillim të qëndrueshëm për brezat e ardhshëm.